Nëse nuk respektohen kërkesat e punëtorëve për rritjen e pagës minimale në 600 euro deri në shkurt, në mars paralajmërohet greve madhe e përgjithshme e punëtorëve. Paralajmërimi erdhi nga lidhja e sindikatave të cilët pas kuvendit dhe odave ekonomike sot bllokuan qeverinë. Sipas tyre, jehona e dobët e protestës së sotme është për shkak se punëtorët janë në vendet e tyre të punës. Paralajmërojnë që protesta e radhës do të mbahet në ditë jo pune në mënyrë që punëtorët të shprehin paknacin nga paga minimale. 24 министри во владата на денешната седница на владата треба да предложат измени и дополнување на законот за минимална плата ако сакаат да бидат за работниците. 24 ministra në seancën e sotme qeveritare duhet të propozojnë ndryshime dhe plotësimit të ligjit për pagë minimale, nëse duan të jenë me punëtorët. Deri në fillim të marsit nuk përjashtohet mundësia për bllokimin e institucioneve të targetuara në brendësi të vendit. Nëse vendosin në seancë qeveritare të arrisin pagan minimale në 600 euro dhe paga tjera për 100 euro, nuk do të më shohin më nëpër televizione, nëpër rrjetet sociale. Deri atëherë vazhdojmë aty ku qëndrojmë sot, në rrugë. Lidhja e sindikatave nuk heq dorë nga përpjekjet për të siguruar 10.000 nënshkrime që të kenë mundësi në kuvend të dorëzohen ndryshime ligjore për uljen e pagave të funksionarëve dhe rritjen e pagës minimale.